Nga 6 skuadrat e grupit që pritej të dilte kundërshtari i Vllaznisë për turin e parë kualifikues të UFC Conference League, Europa FC Gjiblartarit, FC Unastasen e Luksemburgut, Penny Bond FC të Walesit, Nome Klaju e FC të Estonisë, Nësir Runavik të Faroe dhe Malisheva e Kosovës. Goglat e shortit në Nyon të Zvicrës fiksuan çiftin Vllaznia-Malisheva. Ky është një moment historik pasi kjo do të jetë hera e parë që Vllaznia dhe Malisheva përballen mes tyre në arenën ndërkombëtare, por është dhe e para zyrtare në mes skuadrave dhe Shqipëria dhe Kosova në një kompeticion të tillë kësaj. Kuçeblut e drejtuar nga trajneri Edi Martini do përballen me Malishevën e Kosovës, e cila këtë sezon drejtohet nga ish trajneri i Vllaznisë Tomas Berdarić, i cili më herët kaloi një prevojë pozitive në kryet e Drenicës së Superligës së Kosovës. Natyrisht që krahas duelit Vllaznia-Malishev pritet të jetë dhe një sfidë tjetër mes krye panikëve përkatës Martin Berdarić, të cilët janë përballur dhe më herët në Superiorin e Shqipërisë kur Martini drejtonte të Utën dhe Berdarić Vllaznin. Kalendari i përcaktuar nga UEFA fikson që ndeshja e parë mes tyre dy skuadrave do të luhet me 9 korrik në stadiumin Loro Boriçi të Shkodrës, ndërsa takimi i kthimit do luhet me 16 korrik në Malishev. Në shortin e hedhur në Nyon të Zvicrës, Elbasani nën kampioni i Shqipërisë do të përballet me ekipin bielorus të Bejt, ndërsa Dinamo City përball ekipit të Astancas i takon Mercatos. Vllaznia ka bërë goditjen e tretë në merkatën verore pas Patrik Bardhit dhe Herald Markut. Kuçeblut kanë firmosur edhe më shumë mes fushor kroat Bruno Brajokovic, kontrata e cilit është 1+1 me të drejtë rinovim dhe për një sezon tjetër. Gjithashtu në lidhje me merkaton Vllaznia duket se është shumë përpara marrëveshjes me mesfushorin kosovar Erlis Xhemalia, ku nëse realizohet Xhemalia vjen pas 2 sezonesh shumë të mira me Dugaxhini, ku është shndërruar në një prej futbollistëve kyç të skuadrës nga Klina. Mesfushori ka qenë një nga protagonistët e suksesshëm të Dugaxhinit, teksa këtë sezon skuadra arriti të fitojë Kupën e Kosovës, një arritje historike për klubin.